Tani, le të shkojmë edhe të ka qenë që për thellë gjë. Pse është kaq e rëndësishme të kesh aftësi me të ardhurat e larta përpara se të kesh një biznes të shkallëzueshëm? Ja, se çfarë ndodh. Le të themi që hap një biznes e-commerce, okay? Po rritet, po merr klient, po sjell trafik, po funksionon. Dhe tani thua, ky është biznesi mirë, hajde ta bëj scale-ën. Pyetja ime është, nga drejti do t'i gjesh ato para për ta bërë scale-ën, për ta shkallëzuar biznesin? Sepse gjithë parat janë futur në biznes, marketing, inventar, operacione pune, stafi. Modeli funksionon, por ti nuk e kesh për ta çuar në një nivel tjetër. Në këtë pikë, a mund të sjellësh investitor të jashtëm? Po, duhet t'i japësh përqindje, aksione, kontroll, ndërsa nëse ke ti high cam skill, nëse ke aftësi me të ardhurat e larta, situata është totalisht ndryshe. Faturat e tua personale janë të mbuluara, ti ke të ardhurat të qëndrueshme, mund ta lësh biznesin të rritet pa e shtrydhur. Shumë njerëz kanë vetëm biznes të shkallëzueshëm. Duhet të rriten, por duhet edhe të hanë. Prandaj nxjerrin fitim nga biznesi, e përdorin për jetesë dhe kjo ngadalson rritjen.